Se logjika është e thjeshtë. Nëse fortifikove të Shkodrën, që qendër vilajeti, dhe Janinën që në vilajeti, pse fortifikove Shkupin ti, që në vilajeti? Pse nuk fortifikove Manastirin, që në vilajeti? Pse nuk i fortifikove? Pra, në konceptim, ushtria turke ka braktisur kombin shqiptar. Unë e kam thënë disa herë, dhe më vjen keq që disa historian shqiptar, si thua, kanë në atë pozitë që përkrajnë pikpamjet e historianëve turq, sikur Gjoja, Shkodrën e mbrojti ushtria turke dhe Janinën. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Shkodrën e mbrojtën shqiptarët. Ja. Pavarësisht se ne nuk bëjmë gjë për luftën e Shkodrës, në shkollat e mesme dhe shkollat e larta në Turqi bëhet mësim lufta për Shkodrën, lufta më heroike e ushtrisë turke në luftën e parë ballkanike, se u shpërtallua për 40 ditë ushtria turke. Dhe vetëm Shkodra, Janina dhe Drenea mbetën. Dhe Drenea ra kapitulloi komplet, që në 2 armata turke, dhe vetëm Shkodra doli garnizoni me dinjitet, në marrëveshje një bresat pas toptane, po doli me ushtarë, me armatime, municione, me artilleri, me gjitha. Dhe nuk flasin asnjë fjalë së turq për kontributin e luftarëve shqiptarë. Ata, kur bëjnë skemën e veprime luftarake, i vënë aty, për shembull, në Tarabosh. Ma Tarabosh që vërteton më mirë karakterin shqiptar të mbrojtjes së Shkodrës. Për shembull, Tarabosh, që ishte, kush ka Taraboshin, ka Shkodrën, çelësi i mbrojtjes së Shkodrës, ishte batalioni me rezervistë i Durrësit, batalioni me rezervistë i Gramshit, batalioni me rezervistë i Liberazit, 1600 vullnetar shkodran nga qytetet e fshatrat, Anamanet e tjera, dhe ishte një batalion me Nizam. Por tani ishte rajoni i mbrojtjes më kryesori. Edhe në Shtoj, e kam të shpjeguar që luftonte ishte batalioni i Erzenit, batalioni i Shijakut, me fjalë, e batalioni i Dibërit, Devollit, dëgjoj. Dhe pa drejtësisht domethënë përvetsojnë këtë. Nuk është vërtetën këto meritër të gjasme të lavdi. Domethënë e këshin fjalën këtu që ushtria turke e braktisi kombin shqiptar, dhe ata na lanë në mëshirë atyre. Ne shqiptarë nuk ishim ushtri të organizuar, se të përballtonin. Domethënë na lanë, o duhet të na linin më përpara, o duhet të na linin më vonë, po jo në momentin që ne nuk ishim të bashkuar 4 vilajete të pa organizuara, nuk ishim ushtri, nuk ishim administrat, nuk ishim shërbim sekret, nuk ishim asgjë. Asgjë. Tani ajo duhet bërë, perandoria turke do ta bënte këtë më përpara, në 1990 të jepte autonomi. Ose më vonë, ti mbronte këto troje dhe pastaj ta bënte më vonë. Po, ta bënte jo, ti jepte autonominë, ti bashkonte në një vilajet, ti jepte liri që të organizoheshin, dhe shqiptarët të Sarën Frashë mund të nxjerrin 150 dhe 200.000 ushtarë, që ishin nga vlera ato 3 herë më shumë se të tjerët. Po këta fakti që ishim si numër popullsie të barabartë me grekët dhe me slavët, e tregojnë që mund të nxirrnin të njëjtin numër ushtarësh. Dhe terreni na favorizonte, sepse jemi të rrethuar nga malet. Gjithsesi, vim në momentin kur domethënë lufta ballkanike ka mbaruar, se dua të flas një çik edhe për periudhën fillestare të luftës së parë botërore. Atëherë, jemi në momentin kur serbët kanë dalë në Durrës. Si dolën në Durrës? Nëse më lejon mua, do të tregoj çik se është interesante se ata dërguan 2 divizione në Andorë, në 1912, dërguan 2 divizione dhe një brigadë për të përtuar Shqipërinë e Veriut, Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut. Ishte divizioni Drini 2. Drini 2 serbët ndanin kështu efektivin, domethënë ushtarët e thirrjes parë që ishin mosha 30-40 vjeç, mbi 40 deri në 30 vjeç, 30 vjeç e 40 që thirrja e dytë, ishte më të moshuar me fjalë, ishin dhe forcat rezervë. Dhe Drini 2 ishte këta. Ata nisën nga Gjakova me 8 nëntor, nga Gjakova, pastaj një divizion nga Shumadia, u nis nga Prizreni, kaloi në Lumaj, kaloi në Mirdit edhe doli në Lezhë. Tani ju kanë lexuar ato kujtimet e atyre oficerëve serbë që kanë marrë pjesë të marshim. Ka qenë marshim shumë i vështirë. Pse? Sepse ky vendim ishte politik. Mbreti serb dhe
kryeministri serb, duke pas informacione se Turqia është shpartalluar, kishte kërkuar ndërhyrjen e fuqive të mëdha që të bëjë një marrë pushim, i dha në urdhër komandës armatës tretë që me ngut të nisë 2 divizione dhe një brigadë për të pushtuar Shqipërinë, për dalë në Adriatik. Komandanti armatës tretë dhe komandët e divizioneve refuzuan këtë dhe i bën një letër komandës së lartë serbe dhe i thanë nuk mund të nisemi ne, s'kemi kushte, nuk e njohim terrenin. Edhe ishin pa kushte dhe divizioni i Drinit, thotë, ka qenë pa veshje ushtarake, ka qenë me ato veshje civile. Po, mori 2-3 bukë me vete. Ishte një distancë 660 kilometra, 120-160 metra. Të kalojnë nëpër grukat malore, me thënë divizioni i dytë, nga kalojnë në Tropoj, pastaj dori në Urnevezir, pastaj ecin nga Puka, dori në Dhomën e Des, pastaj u stacionuan, pastaj dori në Bushat. Kurse Shumadia kaloi nga Prizreni në Lum, kaloi në Mirdit, koha ishte shumë e keqe, s'kishin ushqime, s'kishin furnizime, një pjesë e madhe e kuajve që marrin vetë rrethitën për Gremina, ushtarët digën u smurën dhe llogaritet që rreth 400-500 ushtarë nga 2 efektive të humbën jetën. Dhe kur erdhën Tu kemi rrugën që kemi armata e tretë. Po. Dhe kur erdhën ata të dy ishin të ushtarët ishin të lodhur, të smurë, të sflitur. Dhe me keqja ishte se kur, për shembull, kur erdhi divizioni Shumadia dhe Drini, pjesë e Drinit vendosën në Lezhë ishte një malarie tipi tropikal, thoshte një mjek turk ishte aty. Ishte e tmerrshme. Më kanë vdekur 1000 ushtarë serb nga malaria. Nga dizenteria, nga tifo e morrit. Domethënë nuk kam shifrat aty, kam të shifrat, domethënë më shumë vdisin nga sëmundjet në Lezhë se sa vdisin nga luftimet. Dhe ky një historian serb tregon që kur erdhën në Lezhë ata gjetën një magazin të madh me miell të shtrisë turke. Edhe ato oficerët serb morën sasinë e miellit, edhe ja dhanë atyre ushtarëve, bëni një pishinën e gjë. Ata nga uria e madhe, sa u bë brum, ai hanë ashtu brum. Hanë brum dhe vdiqën nga të gjimi vetë, njëri thotë dhe më shumë nga kjo.